E tani do të flasim përmes një materiali, përmes një reportazhi, nëse mund të themi, për heronjt, ku do të shkojmë tani në zemër të fshatit Leletic, fshat ky i cili gjendet në komunën e Lipjani, që është shtëpia e familjes Bajrami, e cila në çdo cep flet për një jetë të ndërprer herët, por që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e vendit tonë. Kjo shtëpi e cila ruan kujtesën si një amanet të shejtë, ndërsa historia e herojit Haradin Bajrami vazhdon të jetojë në rrëfimet e familjarëve dhe bashkëluftëtarëve të tij. Malët e Blinajës janë vendi rrënjës së dëshmorit Haradin Bajrami. Detaje më shumë rreth jetesës, kontributit të tij për çlirimin e vendit na sjell përmes një materiali të zgjeruar kolegja jona Ferdi Duraku. Në zemër të fshatit Rreze të Lipjanit është shtëpia e familjes Bajrami. Kjo shtëpi dhe kjo familje ruan kujtesën si një amanet të shenjtë. Në kohërat më të vështira për Kosovën, shtëpitë e thjeshta u shndruan në qendra strategjike për shpresë dhe organizim të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E tillë ishte edhe kulla e familjes Bajrami, e cila sot është shndruar në muze. Kjo kull është marru në vitin 62. Këtë kull shtatin e kanë rrit 12 familje, 12.000. Baba dhe nëna 12.000 kanë pas. Kjo kull nuk ka qenë vetëm e familjes e Aslan Bajramit. Këtu në 81 janë shkru, po në fletat e Kosova Republik, në 81 kam qenë i suspendun. Për minjes i kam punu edhe bashkë me Blinin, me shokën më të ngushtë që kemi qenë të bashku, edhe në minjerë jemi suspendu disa shokë për asoj minjere. Për asoj kohë, na nuk e kemi nalë aktivitetin tonë kur. Ishte edhe viti 1998 që u bë shtëpi bazë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Po, janë arë shokët Blinin që kam pranë këtu, shokun Dardonin, Bukuroshin, Mërtezin, e shumë shokë tjerë. Që kemi bo bisedat për lëvizjen e çështjes kombëtare për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Këtë kull e shndruat në muze. Pse? Po, aktivitetet e tona nuk janë nalë kur. Edhe dëshmori, shtatin e ka rritë këtu, këtë vend. Edhe thash si nasi luftëtar, si dëshmor që i kemi dhonë, edhe prapë që ma nevoja kemi dhonë edhe dëshmora, apet prapë, që i vymë këti vani, kësoj toke, në jem prapë aty. Në këtë rrëfim lufta nuk paraqitet vetëm si betejë, por si një rrugtim i përbashkët i familjes dhe i një populli të tërë që qëndroi i bashkuar në kohët më të vështira. Për familjen e Rregjës, për odën e Rregjës, e kemi një knaqësi të veçantë se gjithmonë kur kemi ne për të bime ndolla në përmes çmimit janë ditë kush më patriot, kush është me ka duhet me bisedu pak më shtim me dikon ju. Të Rregjën të bu do vllazmit me kanë kënuon, do të kushejtina, të bësh not, baba i tij Aslani, u olke në majke të bime, në atë e ke shkansht kombëtare, shkansht lejer për me punu për kombin, qysh më frymëzuan të ardhmen, vullneti më i madh ka qenë kur rishëm bisedojshëm për çështjen e luftës, çka vjen pas kësona. Baba i tij, babgjyshi i tij, domosdoshmë gjithmonë ka qenë një bram që ka brymos në binart e lirisë. Kush kë e motivonte më shumë? Në gjithë kemi qenë të përfshirë se 3 motra kanë qenë të burgosur politik, 3 vllazni. Se na kemi pas qefta kemi lirien. Ne kemi 2 antarë të familjes. Dëshmor, e kanë vllahun edhe martirja Saadete Bajrami. Kanë në buk, pa kursim, natën e ditën, kur ka vy që janë orë ushtarët e shokët, në këtë odhë, buka nuk kanë alë kur, junja. Jo në kohë lufte ishit komandant kushtrimi. Sa ushtar kishen në komandën tuaj? Po, unë e kisha një tokë. Në mesin e këtyre ushtarëve, ishte edhe vllau juaj Haradini? Po,
se që është dëshmor po. Ishte trim? Nuk ka mujt me lëkund Serbia që ka pas qef neve këtë fshatë këtu. Po kemi bon luft 9 orë gjys edhe plus se kemi vazhdu hala. Nuk ka mujt neve me na lëkund bashkallaj. Të futemi brenda në muze dhe të shohim nga ajo që la pas dëshmori, pra heroi Haradin Bajrami. Po. Komandant Kushtrimi, pushka e kuj është strehuar këtu? Kjo pushk që është hi këtë vend ka qenë e babës. Kur erë kua është nëzirë për këti vani dhe ju ka pështetë ushtrisë në trotë Kosovës. Sa vite ka qëndruar e fshirë këtu pa u përdorur? Po tash është kohë gatë. Dekada? Po tash pi 44 tash. Çfarë lloj pushke ka qenë? Mban mend? Po ka qenë 48 karabinke. Data 2 prill e vitit 1999 ra në frontin e lirisë dëshmorit. Është ra edhe a ditë e kumë varros vllahun për herë. Se u prit keni ofenzive madhe edhe kështu unë e vendosa ta varrosi vllavin atë ditë me 2 prill. Edhe nesër jemi hinë me nëran në malë. Në kleq ka Haradini është me shokët e vetë. Krejt të ata që janë romjen në stikome në lufte, krejt janë në kleqë. Vëllezërit e Haradin Bajramit rrëfejnë me zë të qetë, por me emocione të thella për ditët e luftës, për qëndresën dhe për lidhjen e pathyeshme mes tyre. Haradin Bajrami vetë dëshmori me bashkëvendast, është me bojarin, me mitatin edhe Hasan Bytyqin nga Qilaga. Në këtë muze e kanë shkru parolat Kosova Republik, edhe është burgos Haradini. Çfarë moshe kishte atëherë kur është burgosur? Shkolla e mesme, dikun 18 vjet, 19 vjet ka qenë. Këtu gazeta ku kanë shkru për herojin, domethënë pas luftës. Këta janë prind e dëshmorit, baba dhe nona. Keni vizitor në këtë muze? Po kemi vizitor her pas here, po zakonisht vizita më e madhe është me 2 prill ku ka ra në atë datë vllau, se e mban edhe emrin shkolla Haradin Bajrami në Magule. Vëllezërit e Haradin Bajramit kujtojnë jo vetëm vëllaun, por edhe luftëtarin që ndante ëndra dhe shpresa, si çdo iri tjetër. Kujtime, dokumente, të cilat na tregojnë për guximin dhe tërmërinë e familjes tuaj, por edhe të dëshmorit Haradin Bajrami. Haradini ka pas një guxim për çashtën kombëtare dhe emrimi atë qëllim ku e pat. Këtu shihen forafit, shihen edhe teshat e thina që i ka pas. Këto i kishte të veshura gjatë kohës së luftës dhe këto u kanë mbetur. Këtu ka mbetur, kujtim. Haradin Bajrami dëshmori ka bojtë këto arme, e ka bojtë pushkun, e ka bojtë dorzat, dërbit dhe ikën revolën. Haradin Bajrami ka shërby me këto arme, që i ka sëtë këto që janë mërënë në muze. Këto dorza i kanë shërby gjatë dimnit, po janë të prene. Këto për me angre kombën që mes me pengu dorza. Këto fishek i kanë mbet edhe do t'jaru gjithër. Ka pas dërbit, ka pas revolën, ka pas stikën. Haradini ka qenë indigjuar shumë fort, edhe ka qenë një... Respekton të vijen komanduse? Komanduse, po, ndaj armiqit akmo jeshtë. Ka po shef tjetë gjithë në front, edhe ashtu shkoj. Me 2 prill është vra vllau, me 18 prill mu ka vra gruaja vllaut. Edhe sot pas shumë vitesh, kujtimi për bashkëluftëtarët vazhdon të jetojë. Jeton në fjalët, në lotët dhe në krenarinë atyre që e njohën dhe e deshën.
Paradim Bajrami ishte I veçantë, si për nga guximi, si për nga dijenia, si për nga trimnia, edhe gjithmonë ka qenë krenar, gjithmonë ka qenë me një skuadër që ka në ushtar të skillën bashkë me ta. Bile është edhe një vëlla jam I Fadili bashkërisht me ta në skuadër se Blinoj e ka veçoritë të veçanta I ka, se gjithmonë u desh me mbajtë mbikëqyrje, a kur Serbin kanë në mesin e Blinojës. Ka pas shumë betejë mes jush dhe forcave serbe? Pika zjarri për me ndezë për çështjen e Lirisë është te komandante Adem Jashari bashkë me familje. Atëherë jemi mobilizuar këtu. Kemi biseduar me njerëz të Drenicës që ka qenë pikë me Recep Selimin, Fatmelimin, Lonin, Ran Rridhas edhe vjen Blinoja. Tani në Blinoj këtu ka qenë një organizim pak më I veçantë. Shkaku se prej Blinojës janë mbrojtën këto fshatra nalt, në koda ku ku qëndrojshin ushtria, mjekësia, gjitha format janë kanë. Ishte territori I madh, kishte shumë fshatra? Po, shumë fshatra, dikon 25 fshatra që përfshin, unë rejtë na kemi lidhur këtë teren edhe me hapa. Luftëtari I ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Menofkën Blini, sjell kujtime edhe nga vija e frontit. 6 kilometra vija frontit prej Mirejnës deri në Krajisht. Në moment që ky rreth komplet, tani besa ma vanë vjen numri më I madh prej Prishtinës, prej Tanabisit të Kosovës vinë. Cila ishte detyra jote? Unë më shumë ka qenë operativ. Se për shkak një shkollimi që e konkuj deri dikon për me njoft punën operativ. Hapin e stikameve, si rregullohen bunkerat, çfarë pozite rregullohen, çysh po mbroj piramikut në momentin e gjutjes. Domethënë me fëmijë, me gra, me burra janë kanë të organizuar, ka pas fëmijë dhe dikon 15 vjet, 12 vjet, duhet t'ju kanë bërë gjak të qeli stikameve. Pra guxim nuk kanë pasur vetëm të përfshirët në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, po I gjithë populli I Kosovës. Po tregu kur bisedojmë ka me shoqën tam, tha ma borneshi kontincione se ai ka pas 6 fëmijë, ka marrë shtëpiat në mal në Gryk Skaj Mirit, edhe që aty ka furnizuar me buke që kanë mujt me jetu edhe rregja ashtu edhe na zgjedh si popull. Po moralin kemi pas 100 pesh më të fortë armiko. Na kemi ditë që vlen këtu për vend tonë. Ai ka ditë se çka pos. Ju kemi diku këtu ju të dyve apo jo? Po. Këtu është Blini. Ky është Cahiti, ky është Nureddin Shuri, ky është Fatmir Shurda. Këtu është Hyj Bityqi, gazetari në Berish, unë edhe Haxhi Shala, Topi. Këtu jam unë që kum përcjell para mbuj. Këtu jam unë me shok, këtu jam unë që kemi mobil në sërëm, këtu minier, për në këshijën ushtar tjerë, atë ditë, atë natë, edhe kemi kryer tamam me sukses. Këtu është komandanguri, unë janë edhe dy shok tjerë. Këtu jam me vllazën, këtu është dëshmori, Radini, unë edhe Abidini. Kjo ka fillu qysh herët brezat kalun, deri te brezat e tonë sot ku jemi na. Jemi krenar, mburmi, atëherë e kemi një pasuri këtu që do të frymëzohen edhe brezat që do të vinë. Ky muze nuk është vetëm I familjes Bajrami, por është I kësaj komune dhe është I kësaj Kosove dhe është në mbrojtje. Kjo objekt është rikthy gjendja e mëparshme nga Agjencioni për mbrojtjen e monumenteve historike, edhe neve na mundsoi këtë material, këtë pasuri që e kemi këtu, na mundsoi që ne me shfaq edhe me po brez pas brezit. Edhe kjo pasuri do të morujt brez pas brezit, edhe në mënyrë institucionale. Ky rrëfim nuk është vetëm një kujtim për dëshmorin, Haredin Bajrami, por një histori e përbashkët, sakrifice, dhimbjeje dhe krenarie. Këto janë burgje që kemi bo burgje 3 motra 3 vllazni, që ku janë. Këto janë me dokumentacion, gjashtit. Këto unë familje Jonja, unë familja dëshmorit, 4 jemë i qik. Këto unë letër njoftimi I vllaut, Haradinit, që kemi gjetë. Gjithë çfarë keni gjetur, jeni përpjekur ta dokumentoni, ta ruani. Po, ta morëm këto ta bim. Këto është letër njoftimi këtu. Këto është organizimi që I shtabit që është bën këtu, më punon. Jem shok këtu ka qenë. Pra nëse do atë dheun, pastaj guximi është I natyrshëm. I natyrshëm, faktikisht. Edhe s'na ka dhim tjeta. I bie që nuk keni pas frikë. Jo, as pak. Edhe prapë do të kemi kur.
Për vëllezërit Haradini ishte simbol i guximit dhe i besnikërisë ndaj dheut. Bashkëkryetari yt, Ganiu, e kishte të vështirë kur ta dha lajmin që ra në vi fronti vllau juaj, por ju si e përjetuat? Pak me tonë u konfrontova. Thash më tregu drejt. Nuk më që më thonë për herë që është vra. Edhe të shkuës, o e lëndu, tha, nuk o jasjen. Po të rego burë se jem në luft. Nuk e kem gojde, të nesër, unë në mas nesër, e që ashtu këtë që jem për më vra, kem më vra. Po kam që më tregu drejt. Po blini nuk më ka dhej bashkë drejt, të shkova në atë momentin. Në nuk muti të mjeku të doktorë Fitim Selimi. Ata të gjallë? Jo. U demotivove? Po jo. Qka me bu? Sigurisht kishte edhe ushtarë të tjerë që u flijuan. Po gjithë shokët. Na kemi pasur një ndaj tyne. Po na di shumë për çka janë rrota. Janë rrota kënë djerjen. Për familje, për fëmijët vetë, për gjithë. Edhe s'na ka dhimbë neve jeta kur. Për me vdek për atë thej. Shumë emocionuese është kur bisedojmë për dëshmorët. Edhe së në thua të vërtetën këtë raule, shka ka një dëshmori, aj për mranë shka ka një, po për brezat e ashma është bëllë me kuptu që kjo li është ardhë me gjak. Është mirë që pushka Haradinit kur s'ka drejtu të tërkom drejt, ndarë mikon. Kur e shef sot ushtrinë e Kosovës, çfarë emocionit jep? Mu më rthevoj, kur e shoj se kontributi, kur e jesh edhe një emocionalisht që ti përshka e angazhu, e sot dhe kemi egzojmë këtë liri këj popull, edhe breza që na po e shumë që shteti po ndërtuat, dëmona e shes që është në bjell një knasi, është bjell një liri që rinia primzohet për e saj, për e që klasë. Heronjt nuk vdesin, jetojnë në zemrën e popullit për lirinë e të cilit u flijuan. Ku tonë nevoja për atë dhe për qashtën kombëtare, na jem prapat. Këta rrëfimtar, pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, janë dëshmi e sakrificës së një populli të tërë.